Po. Vërtetësia mia ka qenë prej 15 vitesh. Alkool, kokainë, e më së fundi diazepani. Kam patur një jetë shumë të mirë, në fëmijëri. Arrita rritur në familje, si në fshat me punë me të gjitha. Po arrita sa mora një rrugë që s'më lejoshe ta merja. Kjo të gjithë ndodhi nga jeta që po bëja me njerëzit gabuar. Mora një rrugë shumë të keqe. Sa arrita shkatrova familjen, e braktisa familjen time. Njerëzit më të afër, më braktisën të gjithë. Arrita sa mbeta vetëm në një moment. U dorëzova në spital për të parë në doktore Shmiga. Më ka thënë këto fjala. Ku e ke babin ta firmosi? Pse, tash u kam shokun e babit. Jo, ta se ku ta dionta që ti mund t'i desh nga drektarja. I thash jo, se po ditë për të vdekur, tash kisha vdekur në shtëpinë time, tash nuk vija tash të vdes tu, tash as ta probleme ty. Ushtrova edhe parë, u mundua me ilaçe me këtë, nuk ja dola. Vazhdova prapë rutinë akoma më keq. Ushtrova përsëri herën e dytë, mbas disa muajsh, e pash që s'po fitoja gjë. Mbeta vetëm një këmbë në varr, një këmbë i varr. Arrita i thash doktore Shmigës, i thash dua një shpëtim, thash një qendër çfarë të ketë. Doktore Shmiga më sugjeroi qendrën ku jam, Tiranë, quhet Strea. Atje kam 10 muaj në program. Lavdi Zotit, unë jam i pasër tani. Ditë e para i kisha shumë të vështira. Shifja thash ku jam këtu, shifja ta më flisnin Perëndia këte. Tash lidhje ka Perëndia me mua, tash unë gjithë vitet se kam pranuar Perëndin. Po unë qeva që hapa zemrën Perëndis, dhe Perëndia ka punuar fort në jetën time. Më rikthevi miqtë më të dashur që kisha larguar. Më rikthevi besimin në familje, që dikur e kisha braktisur, si një afare më, për shumë vitesh. Më rikthevi gjithë shka që kisha humbitur. Por më së fundi më rikthevi të njoh veten time kush jam. Unë tani jam i lirë, vazhdoj me Perëndin, e ju bëj thirrje, hapja një zemrën Perëndis. Se çdo gjë Perëndia e bën në kohën e caktuar. Jo të themi e dua sot e s'ka, gjithmonë vjen avash, lutuni. Unë jam lutur që të shpëtoj, e arrita shpëtova. Dita me lumtur e jetës time ka qenë ditë e pagëzimit. Që nuk pagëzova, unë nuk ruaj më, po Krishti ron zemrën time. Dhe kur ndaj këto fjalë, mua më mbushet si të me lodh. Po ju them që jam i bekuar, që Perëndia vazhdon të jetë me mua. Dhe unë jam me Perëndin. Falenderoj shumë doktore Shmigën, dhe e kam inkurajuar me një varg nga Psalmi 145, vargu 2. Do të bekoj, do të lëvdoj emrin tënd për jetë, sa të jem gjallë. Doktore Shmiga ka qenë kryesore që mua më shpëtovi. Zoti ju bekoj të gjithëve.